A janë shenjat e para këto, zoti Shaolli, se shteti nuk po funksionon siç duhet? Po, kjo pikërisht është kjo. Këtë e kemi thonë dhe unë lutem kryeministrit Rama, presidentit Begaj, lutemi të gjithë atyre dashamirësve në Shqipëri që të ndikojnë në këtë atmosferë politike e cila vetëm që nuk është politike. Kjo është një acarim në një situate e cila ndoshta nuk duket kështu, por shifet që vlon një problemi madh i cili mund të na shpije. Zoti Shaolli, në parim jam plotësisht dakord që duhet i vinë në ndihmë, qoftë kryeministri Rama, qoftë presidenti Begaj. Po si në gjykimin tënd? Unë besoj që ata duhet të thrasin të gjithë liderët politik në Kosovë. Dhe dëgjon, ne jemi shqiptar dhe e di që politika dhe interesat politike të partive politike janë për çështje të interesave edhe personale dhe popullit edhe tjerë. Por në këto raste kur po vlon bota, kur një sistem i ri botnor po shifet haptaz, kur kemi luftë në të gjithë anët e botës, unë besoj që nuk ka rregull në këto koncepte që shqiptarët bashkohen, edhe veçanërisht që i takon Edi Ramës dhe presidentit Begaj, që ata me autoritetin e vetë s'na mbledhen gjithë neve, kur po them neve, po mendojmë gjithë liderët politik, këtu dhe në Maqedoni, në gjitha vendet e tjera, domthon ku jetojnë shqiptarët, sepse jemi pranë një situate shumë të vështirë. Ju e shihni që brenda 10 ditë Trump e përmend, presidenti amerikan e përmend dialogun Kosovë-Serbi. Kush i kupton gjërat dhe kush i lexon këto çështje mes rreshtave, këto kanë me pas pasojat të jashtëzakonshme për gjithë neve. Prandaj ne jemi totalisht jo të gatshëm se s'kemi institucione, Ilir.